Të rinjtë e Këshillit Rinor në Pogradec zhvilluan iniciativën lokale Shtigjet e Krijimit. Në kuadër të projektit, aktorët lokal dhe ndërkufitar punojnë së bashku në mbrojtjen e mjedisit rajonit Prespohër, mbështetur nga pont implementuar nga shoqata Ungruaja. Të rinjtë zhvilluan 2 workshope, sekretet e vargut dhe sytë që pikturojnë biodiversitetin në Tushemish dhe Pogradec, duke u përgatitur nga ekspert të fushës Erion Vesho, administratori i qendrës Park Bujor Drilon Tushemish, piktori Angel Gek Prifti dhe mësuesi letërsisë Klement Guçi. Do doja të falenderoja Këshillin Rinor Pogradec për këtë iniciativë dhe për këtë aktivitet që ka organizuar në Parkun e Drilonit. Do shpresoja shumë që të kishin bashkëpunime të mëtejshme, duke qenë se Parku i Drilonit dhe fshati Tushemish tashmë, siç e shikoni, ka filluar të marrë formë fal investimeve të Fondacionit Amerikan, qeverisë shqiptare dhe donatorëve të tjerë, por tashmë ngelet shumë e rëndësishme aspekti i promocionit dhe aktiviteteve që duhet të realizohen në këtë territor për të promovuar edhe në kuadër të turizmit, por edhe të mbrojtjes së mjedisit. Dhe në këtë kuadër unë do doja që të vazhdonin bashkëpunimet sa më të shpejta, sidomos me të rinjtë, për të angazhuar në aktivitetet e ndryshme që mund të realizohen në park. Së pari, të rinjtë u informuan mbi vlerën dhe rolin e tyre në ruajtjen e biodiversitetit të liçenit të Ohrit, dhe më pas mësuan për teknikat e vizatimit të natyrës dhe procesin e krijimit poezive me muzë natyrën. Por, përveç argëtimit, të rinjtë vizituan disa peizazhe natyrore, si dhe krijuan poezi të frymëzuara nga workshopet, të cilat do të materializohen në kartolina, duke synuar të promovojnë punimet artistike, por me përmbajtje mesazh ndërgjegjësues për publikun për mbrojtjen e mjedisit, u shpreh koordinatori i iniciativës lokale, Dr. Dorian Leka. Të ndërgjegjësojmë publikun për ruajtjen e biodiversitetit të liçenit Ohër Presp. Kjo iniciativë lokale është mbështetur nga shoqata Ungruaja, e cila ka marrë një financim prej pontit, ndërkohë implementohet nga Këshilli Rinor i Pogradecit, po edhe të rinj të tjerë që kanë shprehur interesin për pjesëmarrjen. Aktiviteti përfshin një tërësi aktivitetesh të ndryshme, përveç argëtimit në natyrë edhe kohës miqësore me njëri tjetrin, ka 2 workshope, njëri është sekretet e vargut që lidhet me muzën nëpërmjet liçenit edhe aftësinë e tyre për të shkruar teknikat e shkrimit dhe të krijimit, dhe tjetra është sytë që vizatojnë biodiversitetin dhe lidhet me skicimin dhe vizatimin.